Zyrtarët më të lartë të Shtetit, Drejtësisë dhe Politikës shqiptare dënuan sot sulmin me armë zjarri që ndodhi mbrëm kundër antarit të gjykatës së lartë Ardian Nuni. Presidenti Bamir Topi tha se kjo ngjarje duhet ndryshuar sa më parë dhe institucionet duhet të shtojnë masat e sigurisë për njerëzit e drejtësisë. Një numër i madh zyrtarësh dhe politikanësh vizituan sot në spital zotin Nuni, ku ai po mjekohet nga plagët e plumbave të pistoletave të personave të panjohur. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Reagime të forta të përfaqësuesve më të lartë shtetëror dhe politik të Tiranës. Ata e vizituan gjyqtarin e gjykatës lartë Nuni në spital, ku ai po mjekohet jashtë rrezikut për jetën, duke bërë thirrje për mbrojtjen e njerëzve të drejtësisë dhe forcimin e shtetit ligjor. Presidenti Bamir Topi tha në hyrje të spitalit pasi vizitoi gjyqtarin Nuni se kjo është një ngjarje tepër e rëndë për të cilën duhet të reflektojnë të gjithë. Kjo është shumë e rëndësishme që të forcohet shteti ligjor, ku çdo qytetar i Shqipërisë të jetë i sigurt kudo ku ai punon dhe jeton. Dhe besoj që ka vend për përmirësim të ligjit dhe mbi të gjitha një përmirësim të përkushtimit dhe profesionalizmit të njerëzve që punojnë në struktura që duhet bëjnë parandalim në këtyre situatave. Edhe gjykata e lartë nxori sot një deklaratë për ngjarjen ku theksohet se sulmi ndaj gjyqtarit Nuni është një goditje kundër gjykatës lartë ndaj pushtetit gjyqësor në tërësi. Ngjarje të tilla, thuhet në deklaratën e gjykatës lartë, janë shqetësim për të gjithë shoqërinë shqiptare dhe kërkohet mbrojtje sipas ligjeve e punonjësve të drejtësisë. Gjykatësve, thuhet në deklaratë, duhet të garantohen masa të plota sigurie dhe askush nuk duhet të prek jetën dhe dinjitetin e gjyqtarëve. Në deklaratën e gjykatës lartë thuhet gjithashtu se fushatat politike dhe mediatike ndaj gjyqësorit ndikojnë negativisht në deformimin e perceptimit të publikut për punën e gjyqtarëve dhe dëmtojnë figurën e tyre. Gjykatësin e plagosur të gjykatës lartë Ardian Nuni e vizituan sot edhe kryetaria e Parlamentit Josefina Topalli, avokati i popullit Ermir Dobiani dhe ministri i drejtësisë Enkeleda Libeaj. Përfaqësues të opozitës socialiste vizituan gjithashtu gjyqtarin e plagosur Nuni në spitalin ushtarak, duke shprehur shqetësim për rrezikun e jetës të mjekëve dhe të gjykatësve dhe presioneve që atyre u bëhen për shkak të detyrës. Ne jemi këtu për t'i ofruar gjithë mbështetjen tonë morale, politike, shpirtërore, njerëzore për një shërim të shpejtë dhe për t'i bërë apel publikut shqiptar që të gjithë të viremi në mbrojtje dhe në dënim të këtyre rasteve dhe të këtyre fenomeneve, ashtu sikurse të dënojmë gjithat politik të mbrapsht që vazhdon të bëhet periodikisht për të ulur autoritetin dhe prestigjin e institucioneve të pavarura, veçanërisht atyre drejtësisë dhe të punojësve të tyre. Sistemi shqiptar i drejtësisë është kohët e fundit në një proces reformimi të thellë, megjithatë ai përsëri është vendosur në qendër të kritikave të politikanëve për paaftësi dhe korrupsion. Gjyqtari Ardian Nuni është profesor i Universitetit të Tiranës, autori teksteve të fakultetit juridik, ish antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe antari më i ri i gjykatës së lartë. Kjo ngjarje ka vënë edhe një herë tjetër në pikpyetje masat e sigurisë për njerëzit e drejtësisë, sepse sa më shumë ata godasin krimin dhe korrupsionin, aq më shumë duhen shtuar masat e sigurisë për të mbrojtur jetën e tyre dhe jo thjesht të kërkohet kapja dhe ndëshkimi i autorëve pasi agresionet kundër tyre ndodhin. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.